Pas zgjedhjeve e lajmeve të shumta në fushën e politikës këtë javë, po besoj që shumë prej juve po prit me u relaksu pak me reality shows. Pse njerëzit pëlqejnë reality shows? Reality shows pëlqejnë për publiku sepse njerëzit ofrojnë aty emocione të vërteta edhe situata që nuk mundesh me i parashiku hiç. Shikuesit pastaj ndihen si pjesë e jetës të atyre personazheve, ku për faktin që janë edhe 24 orë live mund me i pa kur qohen, si debatojnë, edhe pjesa që janë mix karakterësh e bën edhe më interesant. Reality shows krijojnë edhe shumë kuriozitet, shumë debate që pastaj në jetën e përditshme edhe në rrjetet sociale po bëhen gjëra më shumë temë. Po besoj që e dim se formati si Big Brother VIP Kosova edhe Albania ka ndikuar shumë shoqërinë tonë, ku shumë mezi e presin, po shumë edhe nuk kanë dëshirë hiç me shku edhe e kritikojnë. Po një gjë dihet që shumë personazhe edhe në ditët e sotme pra famën e kanë nga ky format. Shumë prej banorëve edhe ish banorëve pra kanë ditë me shfrytzu famën, disa edhe s'kanë ditë, por që sot ata banorë kanë fansa tepër shumë nga ky format edhe punën ose jetën e kanë të varur prej Bigut. Po kur pritet me fillu Bigu? Bigu me shumë gjasa do të fillojë në fund të këtij muaji, në fund të muajit tetor, pra edhe disa data që po qarkullojnë janë me 17 tetor ose me 31 tetor. Po diçka që është më e rëndësishme është se kush ka me qenë pjesë e tij. E një emër rrjetet sociale që ka qarkullu është edhe Genta Ismaili, ku pra që mundet me qenë pjesë e Bigut, edhe pse për mendimin tim është pak e pamundur, po kur nuk i dihet, mundet me ndodhë gjithçka. Unë mendoj që Genta kishte qenë edhe si tip gjithmonë ka qenë tip interesant, edhe në muzikë mënyrën pra si i ka bo spotet, si i ka bo këngët e saj, edhe me pa në Big 24 orë, po besoj që kishte qenë shumë interesant edhe publiku mezi e kishte prit. Nuk kanë me mungu as aktorët. Saranda Hoda është aktoreja e njohur që pritet me u fut në Big Brother, edhe pse viteve të fundit nuk është që e kemi pa shumë në skemë. Pas herë ti kum jap me shku me hungër. Po da? Pas herë mi kemi shku me hungër. Çka ki ble? Kum hungër. Kon më e ki hungër? Pasi është fut politikës, ku është asambliste në Gjakov në partinë LDK, pritet se rikthimin e saj në skenë ka me e bo përmes Big Brother. E dy këngëtarë të njohur që kanë përfunduar në thashe themet se mund të hyjnë në Big janë Mentor Haziri, ku para disa muaje ka marrë pjesë në një feature në albumin e Adelina Ismailit, pritet me qenë pjesë e Bigut, si dhe këngëtari Beta, që është përfol shumë, ku edhe këtë vitin e fundit mund me thonë që e ka marrë këtë famën, po besoj që mundet me vazhdu edhe në Big Brother VIP Kosova 4. Po hajtë se ky s'është VIP. Për me qenë gjithë VIP-at një orë, patjetër që është e pamundur, kështu që nuk do të me u çudit kur hyjnë edhe disa persona që kur nuk i kemi pa në televizion. Një ndër to, edhe pse e kemi pa kohëve të fundit, është Kurte Agjiu, ku muajt e fundit deklaratat e saj janë bërë shumë virale, kështu që po besoj që nuk do të më u çudit që kemi pa në Big Brother. Mbrapa si shpërshjet e kam edhe Iqbal Hudutin, ku të cilës para një muaji u bë virale deklarata e saj, ku tha se profeti na mëson që të eci me kohën dhe tha se është e gatshme të futet në Big Brother. Pra, ky emër po flitet që mund të jetë pjesë e këtij formati, e këtij edicioni pra të katërt, edhe pse vlen me cek që kjo deklaratë e saj ka marrë shumë komente negative në rrjetet sociale, kështu që nuk po di si mundet me u prit ose si mundet me shku rrugtimi i saj nëse hyn edhe bëhet pjesë e këtij edicioni. Zoja Nushi, Benita Zeneli, si edhe Miss Grand Kosova Brikina Selmani, e cila momentalisht është viral në rrjetet sociale për paraqitjen e saj në Tajland, ku pa marrë parasysh në Kosovë nuk është pëlqyer në Supernova, atje e ka kriju një publik të saj që po e dojnë goxha shumë edhe po merren shikueshmëri me miliona për shkak të paraqitjes për atë saj edhe po e dojnë se është vetvetja, po e tregon pra personalitetin e saj si është ajo. E Bardha, një vajzë shqiptare nga Kosova, e cila ishte pjesë e një formati me audiencë milionshë në Love is Blind UK, po flitet që mundet me qenë pjesë e edicionit të 4 të Big Brother VIP Kosova. E përfundimisht, Big Brother VIP Kosova ka arrit me u kthy në një fenomen kulturor që pëlqejet, kritikohet, po asnjëherë nuk injorohet, pasi çdo vit më shumë shikueshmëria edhe interesimi veç po rritet. E për më të rejat e Bigut, shihemi në storyt e radhës.